Dhe është e pamundur që të mos kem parë dy anijet kroate, të cilat bën minimin e kanalit Korfuzit, të cilat për 5 orë gjatë natës duke u kthyer data 22 dhe incidenti ndodhi mbasdite, ato u larguan në drejtim të portit të Shibenikut. Pra, shumë njerëz, shumë studiues bien dakord që kjo është bërë në dieni të plot nga të dyja palët, por si gjithmonë ata që s'kan informacion, lojtarët e vegjël, siç ishin disa oficerë dhe disa marinsa amerikan, i lanë gratë e tyre të ve apo familjet e tyre në zi për shkak të disa interesave të mëdha që i vendosnin ca burra të padukshëm me kostume gri në për bangat e Londrës, dhe nga krau tjetër ishin lojtarë më të vegjël si Titoja, ndoshta ishte i përfshirë dhe Stalini, që ishte një lojtar i madh, dhe një lojtar i vogël ishte dhe Enver Hoxha. Kjo pra pak a shumë është ajo që ka ndodhur në incidentin e kanalit të Korfuzit, e cila është një ngjarje e pandryshuar mirë për të gjithë njerëzit dhe sidomos kjo puna e Arit, të cilën besoj që e kemi sqaruar sepse e ka sqaruar shumë mirë në libri Receta pa komp i shtëpisë time botuese Elga Sikric,